Jo, Spaku, nuk kam thënë që Spaku e ka regjistruar përgjithtimin penal të Belinda Ballukut para një muaji, ndoshta mos gabofsha, dhe askush nuk e mori në si reale, domethënë, sepse ndoshta duhen këta gazetarët investigativ që duhet ta japin si lajm, sepse nuk e pranojnë. Ta në hapa mrapa, pasi unë u thash Belinda Balluku ka qenë në Spak dhe ka marrë edhe mas daljes nga Spaku, ka vajtë direkt avokati dhe ekipi, ai e ka. Edhe Belinda Ballukun ai e ka marrë si çështje, pa ja u bëj edhe këtë domethënë. Dhe unë ju thash për sa kohë ajo del nga Spaku dhe shkon direkt te zyra e avokatisë, domethënë patjetër që është person e ka marrë sinjalin si person non hetim. Tash pritet vetëm thirrja si person hetim apo masa e sigurisë do merret për të, nuk ka ndonjë gjë tjetër. Por pritesh për mua ishte nuk është gjë e re, nuk është gjë që bën në një bujë të madhe, sepse këta unë ju kam thënë që këta janë të gjithë janë për Spak, janë të rrjeshtuar tashmë aty dhe varet se këtë do kapi lapsit parin. Por me sa duket goditja Kashiramës do jetë shumë e madhe. Unë kam thënë që Rama është personi i cili është në hetim në Amerikë dhe nuk i shpëton dot Amerikës. Por ai mundohet me këtë lloj lëvizje që bën, mundohet të shtyja të ditët e veta të themi për të bërë ca lajme, për atë që bëri si lajm që e bëri në Angli, e kupton, duke ironizuar përsëri Trumpin, duke u treguar atyre se si zhvillohet ky është lideri i madh, ai udhëhesi i madh. Derisa mori dhe goditit edhe në Angli, domethënë nga bisedat që u bën atje, ishte skandaloze që ti thuash një kryeministri që ti kanë hik rinjat, ka hik nga vendi, edhe ti nuk e gojë të flasësh për këtë lloj gjëje. Pas Belinda Ballukut, unë them se janë edhe ato që unë kam thënë në biseda kur unë thash që Shoqi Rama, ai pjesa tjetër që do goditit, jo më kot këta nxorën lajmet për Vis Martinin, është gjalla për vdekur, janë të friksuar për sa i përket Vis Martinit. Këta duan të bëjnë një show për të bërë një tjetër, por harrojnë atë pjesën tjetër, përsa që Rama do t'i shesin gjithë, ashtu që kam thënë Rama do t'i shesin gjithë, përsa i përket se s'ka mbajt në një miq, s'ka mbajt në një shok, nuk ka, as shok, nuk një fas, as koleg, nuk një fas gjë, ai ka kaluar në të narcizmin dhe do vazhdoj me këtë t'i shesin gjithë, por Spaku, unë ju kam thënë që Spaku nuk është vetëm se është Spaku, thjesht Spaku, dhe ashtu si që mendojnë këta Dumani, trumbetemet madhe, apo gjyqtarët e Spaku që i sulmojnë i bëjnë. Problemi është Spaku tashmë dihet, dhe ai që se kupton, nuk di se çfarë them, po dihet që është në mbikëqyrje apo bashkëpunim me FBI-n dhe me TEA-n amerikane, kështu që të gjitha lëvizjet këta mendojnë se qoftë Sinaloa, qoftë Ndrangheta, janë organizatat mafioze të cilat patjetër këta kanë lidhje dhe në të gjithë telefonatat e Encrochat-it, Skype, dalin emrat e këtyre, dalin bisedat e këtyre, dhe jo pa qëllim këta gjetën një moment për ta dërguar në gjykatë kushtetuese për ta hedhur, domethënë mos me e marrë si bazë, si provë, gjithë bisedat që kanë bërë. Në të gjithë kohë që aty flitet për drogën, flitet për vrasje, flitet për çdo gjë flitet në atë. Por qytetërisht ju dalin emrat shefave të policisë, ju dalin emrat ministrave, ju kanë dalë emrat kryeministrit tonë, ka dalë emri, kështu që janë të gjithë në të lloj loje. Unë besoj dhe kam thënë gjithmonë dhe i kam mbetur besnika saj, pavarësisht se njerëzit nuk e besojnë, që unë kam thënë që në momentin që Amerikës i prek interesin kombëtar, domethënë të tjerë, por prek interesat e Amerikës për çështjen e sigurisë Amerikës, ata nuk të falin dhe një nga arsyet kryesore është heqja e tullave të themi. Domethënë për ta zbrazur derisa dalë Rama do bie vetë se s'ka ku shko. Por Belinda Balluku është personi për cilin Rama nuk mund të thotë më tashmë që kjo ka hëngër kumlla e darma pas
sepse ka qenë në gjitha aktivitetet, ka qenë vetë, ka bërë vetë promovimet me këtë. Dhe patjetër është edhe një indicie tjetër, është edhe aeroporti i Vlorës, skandali me aeroportin e Vlorës. Është aeroporti i Vlorës, tuneli Llogaras. Janë të gjitha bashkë, për ne po them, janë të gjitha bashkë, e kupton, që dalin në një pikë kryesore. Pika kryesore është Rama, nuk ka vendosur në Shqipëri për sa kohë. Unë e kam deklaruar dhe unë jam i bindur që nesër gjithë do vinë tek ajo gjykimi që unë kam që ka ndërtuar mafia shtetit. Kjo është një organizat qerdhe e Sorosit dhe normal që Amerika e ka vënë kanë parë luftën kundër Sorosit. Kështu që nuk do t'i shpëtoj sado që ky mund ta zgjasë pak, por nuk mund t'i shpëtoj. Unë jo pa qëllim i kam thënë në një shkrim timin apo intervistë të Majmën, kur i tha ky caktoi 100 ditë për të gjetur Ervis Martinin, unë i thash 100 ditë s'ke për t'i bërë vetë. Dhe jam i bindur që s'ka për t'i bërë 100 ditët e të qenurit kryeministit të Shqipërisë, me gjithë to aferë, me gjithë to skandale që bëhen, domethënë është pa kuptueshme kjo lloj qeverie, kjo lloj sistemi që ka ndërtuar ky, duke pasur që i ka gjithë institucionet, qoftë drejtësi, qoftë presidenti, qoftë bashki, qoftë mediat, qoftë nuk di se çfarë nuk ka kap njëri. Kështu që sa rrezikon në këtë rast Belinda Balluku nga ana e sistemit drejtësisë? Nuk e kuptova. Sa rrezikon Belinda Balluku në aspektin ligjor në këtë rast? Absolutisht, ta gjithë me qelsa ndetja, as nuk diskutohet fare. Këta nuk del më njëri për jetë, ta heqin nga mendja. Nuk ka dënime shpërdorimet e tyre me 2 vjetë, me 3 vjetë. Jo pa qëllim të kërkoj që të fusi në parlament të dërgoj atë kodin e famshëm penal, pikërisht për të shpëtuar këtyre gjërave, por a jeni të bindur që të gjithë janë, të gjithë do bëjnë dënimet maksimale këta, dhe unë nuk pres vetëm këtë dënim. Unë më tepër jam tek konfiskimi dhe sekuestrimi i pasurive. Nuk është çështje dënime se e dënove një njeri. Nëse ti e dënon atë njeri dhe i lëv gjithë pasurinë, pastaj unë them çfarë do i kthehet këtij vendi, çfarë do i kthehet këtij populli mbrapsht, sepse këta kanë bërë afera korruptive të jashtëzakonshme, kanë dhënë toka, kanë dhënë pyje, kanë dhënë. Jo, nëse para 2 ditësh ai doli dhe kërkoi akoma paketën e maleve për të grabitur tokat në veri tashmë, ka sul veriu. Por ai gjykon se duke u bërë me këto lloj gjëra të shpëtojnë, do ndyrë ngelet pasuria, unë them ja kryesore në drejtësi, mos më intereson nëse Belinda dënohet 10 vjet, 15 vjet apo 20 vjet. Nëse asaj nuk i konfiskohet dhe nuk i sekuestrohet pasuria. Unë e kam gjithë të pasuria, jo të dënimi se sa të dënohet një njeri. Dënimi është gjë simbolike për mua. Pasuria është ajo do t'i merret këtyre personat të cilët kanë luajtur me fatet e popullit, me fatet e Shqipërisë. Dhe këta njerëz janë ata që janë pasuruar pikërisht në kurrizë të këtij vendi. Vetëm e kanë grabitur dhe e kanë bërë. Kështu që dënimi këtyre do jetë maksimal, nuk diskutohet. Nuk diskutohet se këta janë grupi strukturuar kriminal. Këta hynë të grupi strukturuar kriminal, sepse të gjithë ata që janë atje brenda, edhe ata 5D, edhe këto drejtorat e ministrat, gjithë kanë fort, janë gjithë bashkëpunim janë këta. Nuk është se thash, nuk mundet askush të bëj një veprim nëse nuk është i lidhur me Ramën, apo nuk është dakordësia e Ramës, apo nuk është urdhri i Ramës. Kështu që këta gjithë në grup, nuk janë tek këta, këta nuk është se kanë vjedhë vetëm. Këta kanë vjedhë me firma. Me një firmë kanë vjedhë, me një firmë dihet që po nuk deshte Rama nuk bëhesh. Ose ministrat e tjerë, nëse nuk do të bëhu, ata nuk bëhesh. Pra është zinxhiri. Këtu po, unë kam thënë që po put zinxhiri, puna është ato putit zinxhiri, si puna të spive. Po putaj i beri, hallakate në gjithë ato gogatikin, pastaj nuk kanë më vlerë.